Ligji për përfaqësim të drejtë për dallim prej balancuesit nuk e rregullon në mënyrë të rrept çështjen e përfaqësimit të drejtë të komuniteteve në administratë, por ka një qasje më fleksibile. Synimi i tij nuk është që përfaqësimin e drejtë dhe adekuat ta vendos në një barazi matematikore, por në një pasqyrim të parafort. Kjo mes tjerash thuhet në mendimin e publikuar të Komisionit të Venecias, lidhur me projekt ligjin e shumë përfolur, i cili pas shfuqizimit të balancuesit në tetor të vitit të kaluar, duhet ta rregullojë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve nëpër institucione shtetërore. Komisioni rekomandon që në ligj të bëhet e qartë se meritokracia do të jetë kriter bazë për punësim. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i komuniteteve do të varet nga niveli i arsimit të qytetarëve. Ai mund të arrihet vetëm nëse të gjithë komunitetet përfitojnë arsim të barabartë, që në moshë të hershme. Kushtet të barabarta për të gjithë qytetarët do të kontribuojnë në arritjen e sistemit të bazuar në merit dhe zvoglimin e rëndësisë së origjinës etnike. Komisioni më tej kërkon që ligji të sigurojë që kriteret etnike të punësimit të mos përdoren në mënyrë që mund të cënojnë punësimin e bazuar sipas meritokracisë. Të sqarohet në ligj se kualifikimet janë kriteri parësor për punësime në organet publike, se përfaqësia ndaj një komuniteti të nënpërfaqësuar mund të merret parasysh si kriter dytësor për kandidatët me kualifikime dhe kompetenca të barabarta dhe së masat e veçanta në favor të komuniteteve të nënpërfaqësuar ose individëve që u përkasin atyre duhet të jenë në përputhje me parimin e proporcionalitetit. Sipas Venecias, problemi kryesor i ligjit është precizimi i punësimit në praktikë, ndërkohë që metodologjia e cila duhet ta rregullojë këtë çështje rekomandohet që të futet brenda ligjit dhe jo të miratohet si akt i jashtëm. Komisioni plotësisht kërkon që të sqarohen edhe pasojat e mundshme për ata që nuk do ta deklarojnë përkatësinë e tyre etnike. Komisioni kërkon më tepër hollësi për kriteret objektive që do të përcaktojnë përkatësinë etnike të kandidatëve, si dhe sqarime shtesë lidhur me përbërjen e trupit koordinues.